Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Korçës, Pogradecit, Devollit dhe Kolonjës. Përshëndetjet e mia më të përzemërta, mirënjohjen më të pakufishme për këtë pritje entuziaste, për këtë atmosferë të elektrizuar të njerëzve të lirë, të mbledhur këtu në një mision të madh të jetës tyre, në misionin e shpëtimit të Korçës, Pogradecit, Devollit, Dhersek dhe Kolonjës, nga ky regjim, nga kjo e keqe, që ka shkretuar këto trevat bekuara më shumë se çdo pushtues, më shumë se çdo fatkeqësi natyrore në tërë historinë tonë kombëtare. I dashur Zoti Vangjel Dule, aleat kryetari i Partisë të Drejtave të Njeriut, aleat i koalicionit për Shqipërinë madhështore, i dashur Zoti Ivi Kaso, udhëheqës politik i qarkut të Korçës, e dashur Sorina, deputetën Kuvend në Shqipërisë, të dashur kandidate dhe kandidat, përfaqësues të qytetarëve të këtij qarku në parlamentin e ardhshëm, një përshëndetje të përzemërt për ju. Jeni krenaria e qytetarëve të Korçës, Pogradecit, Devollit dhe Dhersekës, jeni krenaria e Shqipërisë. Të dashur miq, koalicioni për Shqipërinë madhështore ka një projekt për çdo korçare dhe korçar, për çdo shqiptare dhe shqiptar. Ky projekt është Korça, Pogradeci, Devolli dhe Kolonja në zenitin e kohës tyre, në madhështinë e potencialeve të tyre, në madhështinë e shpirtit të qytetarëve të kësaj treve, të cilët në betejat e tyre për liri, në betejat e tyre për dije, në betejën e tyre për punë dhe mirëqenje, qëndrojnë në kurorën e kombit shqiptar, qëndrojnë në kurorën e qytetërimit shqiptar dhe europian. Korça dhe korçarët, sot përjetojnë një kohë të cilën ata kur nuk e meritojnë. Korça, korçarët dhe mbar shqiptarët në 12 vite të këtij regjimi njohen
shkretëtimin më të madh në historinë e tyre kombëtare, por njohem edhe një nga periudhat më të zeza të varfërimit që një vend ka njohur në histori. Por Korça dhe korçart janë gjithashtu potenciali më i madh për madhështinë e Korçës, për madhështinë e Shqipërisë. Miqtë e mi, me këtë projekt, ne do bëjmë gjithë shka. Do t'i shpallim luftë me zero tolerancë, varfërisë ekstreme dhe njerimit të Korçë dhe Shqipëri. Ne besojmë se asnjë korçar dhe asnjë korçar, se asnjë shqiptar dhe asnjë shqiptar nuk duhet kurrë të ndjej dhimbjet e skamjes, nuk duhet kurrë të ndjej të nënshtrohet smundjeve, nuk duhet kurrë të mendoj vend tjetër për ëndrrën e tij përveç Korçës, Pogradecit, Devollit, Erseks dhe Shqipërisë. Në këtë përpjekje ne i adresohemi më së pari asaj që është vlera jonë hyjnore, asaj që kam ku edhe rritur brez mas brezi, burrat dhe gratë më të shquara të Korçës dhe Shqipërisë, luftëtarët më të vendosur, njerëzit më punëtor, familjes korçare, familjes shqiptare. Ne besojmë se një familje fort është themeli i të gjitha arritjeve tona, se një familje fort është kushti i mirëqenjes son, është kushti i moralit ton, është kushti i tashmes son në Korçë dhe Shqipëri. Ndaj dhe ne, duke vendosur pensionin minimal 200 euro, minimumin jetik 200 euro, duke vendosur pagën minimale 500 euro, duke vendosur kartë e konsumatorit, duke vendosur bonuset për fëmijën e parë, për fëmijën e dytë, për të tretin, shpenzimet plota nga linja gjerë 23 vjeç. Ne japim, i krijojmë kushtet që çdo familje të jetojë në paqë, të mbrojtësoj veten me punën, mundin dhe djerst e saj. Familja është tempulli i formimit, i edukimit, i moralit, i virtutit për çdo shqiptar, për çdo korçar. Njerëz të lirë,
shqiptarë dhe kolqarë të lirë, mos harroni kur, se konservator do të thot tradicional, se tradicional do të thot besim tek familja, besim tek familja, besim tek familja.